Sot është gjallë, Qa raport e ki me ta? kur fare. Po për babën a e mërzit kur ka vdek? Për babën ju mërzit, mërzit që me thonë. Një, qdi, 80% jo 20% po. Se? Pse kom pas dhe tortura shumë të mëdha pe tina. Ka rrej me shlaf, e me qa ka gjetë në dorën ka me bish sakice, me bish kacije, me ju më konë të flet në shut tem të shpia jem, or më ka hi shlaf edhe kujshit që tash me shku mi vetë, e ka një edhe brimën ta. Veç ka desht që milion lirë këto kejt atë pasuni kanë hongër në për detna, në për vojna. Deri mo spatën edhe një copë shpije që ato ja kalon kësoj njerëkës. E pse keni thonë një nga intervistat tua e ke thonë që me mujt i kisha gjujt dheja la, është e ranë kjo për Po për që ata, unë po të thëmë që mu ka plas shpirti, nuk e ke vujtjen teme, se ke prëvuti, vujtjen teme, qa ku vujtone. Nështë ta kum folë gabim, në të nëzet jëmë konë, se prind, sot e tutje prindin nuk i thuhet ashtu. Po jam i konë i nëzet se sa dre une edhe vlau jam, veç dhunë, nashtike me qelë gropen, merke ka pas qyreq shkëmt. A ti qarë qyreqi shkëmt? Po. Ka pas qyreq shkëmt, aje merke bosin e qyreqit, e the ke qile gropen 2 metra të shymëm qyreqin, veç tortur me na bohe. Sot atë dit, pej punës, tron, jo pej punës që kum bo të shpia, se kur s'ti kum rapi shma që kum bo në punë të shpia, po edhe tash e tutje dere që tash që mon nuk moj me liviz. E përthu që ekipi tortura? Krejt pej tortura, pej ftofti, komplet në për shupa, komplet në për kamiona, në pjatës, komplet në për tezgat pjatit, komplet çdo 2 javë më duke me shku, herë të tezja, në katon e kom pas tezën e kam martu me përmigj, më ka këshyr, e kom pas motrat, jëm shku të motrat, jëm la, jëm shpela, se s'kisha, të nditën për nëjsha, s'kisha ka asë ku mu pastruhe, qysh, kur i kom pas 6 vjetë, jëm konë në kra, duhet me u përnu, se s'kisha ku me hongër, as ku me pi. Për nona të kujtuhet? Jo. E se ma men? Nonën heq, as erën si ja kum një. Pse edhe me ma qitën në mend të nona, as vorën si ja di ku ka. Se? Se të ngo mas njerë ke boba. I ka hup edhe vorri. Së da dit nuk e di ku e ka në vorën. Në voshtër e di që e ka. Së da dit nuk e di ku e ka vorën. Se ma kësha pos qef me dit ku e ka vorën, me qitë bili, veç një guri. Qa i guri, ketë qatë erë e qato që më kanë, që s'ku mujt mi bo, e kësha kry me qato. Së da dit, as një guri, venin dhe i dikun, ku më ka thoni do jami, venin dhe i dikun, po janë qelë vorë, ma mi vorë. Ja ku më kaldu edhe historinë edhe në televizion, ma para 2 vjetë. Shërim, ku më lyp shërim të naun, nuk u bo, s'ka më shërim, jam i paralizum, i palevis shumë. Nuk po duhe, as pare, as po du shërim, po du një strehim, me shti kryt se atë shpi që jem të nejt,
85% e ka Njerka në dokumenta. Shkojnë në komunë. Një thllaf që është e pa vërtet, shkojnë në komunë e vesëm. Tash Njerka e ka qitë në motrës tem, nëmën motrës. Nesër o mas nesëri, unë e des, e kom një djallë. Ku me jetu djalli dhe gruaja jam? Për martesës pare ki dhe? Po, për martesës pare. Kom pas një gru të Shqipnis. Po ka një histori, këgjare. Kom vujt sa dre, nuk e di, a e din. Kom pas një farasi tjetër, Që ashtë? Solum në krym, në kara. Kur pa ta jep ke zoti të mrafshmen, e po të nem ke baba, kajtë në tana unë pe bish e kishe luk. Kum pas një solum në patra shoqen, kum pas grunë për Shqipnije, në patra në kry shoqen. Ka pëshuaj aty? Po, në kry shtu. Kum net një 17 euro për atë janë jëmë konë gjendje katastrofe, Me qëka të kam pëshu? me sakicë. Kum punu i kum shky 15 metra druva atë ditë, edhe atëherë u konë rasti që u nalë ke rrymë 8 orë pa rrymë, 2 orë me rrymë. E marrë djali u konë i vogël, atëherë 3 vjet e gjys. Thëm djallit të hajde bim plajmë që të, u nalë rryma. S'kom ditë kur gjë vesh, bam, bum. E rrugë më erët me ta e ka pa po? Jo sa dre, po ajo lujtin në shtatë zani. Edhe tash e tutje, djallin e kam shnosh e mirë si mulla, me mu është. Po jetoj që ato, po se di ku pe la djallin. Se shqyqysh zoti, djalli është me mua. Grunë e kam. Po ma këshyrë si me konë djalli vetë, faleminderit për sajna. Gëdan ti të kena po që edhe për që ka bën tash, që ka punan, si të kom po që? Ma kanë pruë në gurbeqar, inshallah zoti kur si e hup. Faleminderit për Allah e për tyne. Ma kanë pruë një motor me 4 rrota kështu invalidësë. Edhe s'po di qa me bote shpia po mërzitna. Ku morë do cigaret e një shok që ato në Mitrovic, po dalë po shes cigare me qatë motor. Pe hupi 10 cent pa qetë pi fitoj, po faleminderit për Allah. Pe hupi edhe pak mërzin, pak. Jo me diabet, me shiqer, me shtypje, me kejti kam. E që ka po kërkan thua dhe më herët se unë kom posë rastin që emisioni unë është ndër emisionet e para që ka publikua Lel Kastratin. Unë i kisha pos qef, mu taku me Alil Kastratin, me më mbo një zgjidhje, një copë stre, një dhumë, e një kuzhinë, ma shumë së s'dohe. Se që ato nuk kam vend, që ato ku jam.